bona treja. Ai doktori as gjësona. It is really a pleasure to be here today to mark another concrete step in the long-standing cooperation between Italy and Kosovo in the health sector. Today's donation, 30 pallets of hand sanitizers with a total value of around 80,000 euros, has been made possible thanks to the Italian Civil Protection, which is also covering all transportation and logistical costs. I would like to express my sincere gratitude to them for the generous contribution. This initiative is not an isolated gesture. It fits within the broader framework of the project Support to the Health System of Kosovo, through which Italy is continuously assisting Kosovo in strengthening its medical capabilities. Within this program, we have contributed to significant improvements in cardiac surgery, both through specialized training and the provision of key equipment, as well as the development of the microbiology laboratory. During the COVID-19 pandemic, Italy stood by Kosovo by supplying protective materials and urgent medical support. And further equipment, which is worth over €500,000, is already planned for next year to consolidate these achievements. So our cooperation has always been based on trust, solidarity, and shared values. And I'm confident that this donation will contribute to improving health services for the citizens of Kosovo and will reinforce the strong bond between our two countries. So thank you very much, Mr. Minister. Thank you. Faleminderit shumë që jemi këtu sot bashkë. Faleminderit shumë ambasadorit italian, popullit italian dhe qeverisë italiane për këtë ndihmë. Atë që po flisnim më herët me ambasadorin, diskutuam se kjo është një ndihmë edhe ky është një bashkëpunim I cili është I bazuar në një bashkëpunim shumë vjeçar mes popullit italian dhe popullit të Kosovës dhe po ashtu përmendëm se në kohën e Covidit kur edhe Italia përballej me një situatë jashtëzakonisht të rëndë, miqtan nga Italia gjetën mundësi dhe forcë dhe na ndihmuan atëherë kur të gjithë kufitëve ishin mbyllë dhe ishte goxha problematike të siguronin materiale mbrojtëse. Mirë po, bashkëpunimi, investimi nuk përfunduan kaq, ashtu siç përmendi edhe ambasadori, me investimet në klinikën e kardiokirurgjisë, ku sot kardiokirurgjia është një nga klinikat model, jo vetëm në Kosovë, po ashtu edhe në mikrobiologjinë klinike, por edhe në shumë fusha të tjera që Italia ka ndihmuar Republikën e Kosovës. Një fushë që ndoshta ambasadori harroi ta përmend e për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme, është edhe marrëveshjet e ndryshme që kemi me mjek nga Italia, të cilët çdo vit vinë dhe bëjnë
përveç që operojnë një numër të konsiderueshëm të fëmijëve tanë me probleme të ndryshme të lindura në zemër, po ashtu kanë marrë edhe në kuadër të këtij bashkëpunimit edhe edukimin e vazhdueshëm dhe profesional të mjekëve tanë, të pediatrëve, të kardiologëve, të anesteziologëve, në mënyrë që të gjitha këto shërbime në të ardhmen të mund të kryhen nga stafet tona që i kemi në Kosovë dhe që tani kanë mundësi që të pregaditen nga kolegët italian, por edhe nga kolegët të vendeve tjera, për shkak se për herë të parë në këto 2 vitet e fundit kemi filluar në bashkëpunim me SHSKUK-n kemi ngritur në fakt një fond ku rreth 1 milion euro janë të ndara për të gjithë profesionistët shëndetësor në Republikën e Kosovës që të edukohen për ndërhyrje të cilat deri sot nuk kanë mund të bëhen në Republikën e Kosovës. Pra investime në infrastrukturë dhe në mjete në njërën anë, por sidomos aty ku nuk mund zaventohet kurrë, investime në resurset njerëzore, të cilat fatmirësisht i kemi të jashtëzakonshëm dhe kërkojnë vetëm suportin tonë, të cilin do ta kenë vazhdimisht. Faleminderit e njerë miqve italian, faleminderit për këtë bashkëpunim dhe shpresojmë në bashkëpunimet tona të ardhshme. Faleminderit. Thank you, Ambassador. Thank you.